Po ndoshta Gen Z-ja nuk e di që ti ke dhënë lajme dhe në Top Channel. Patjetër, jo më e din dhe Gen Z-ja. E di dhe Gen Z-ja? Nuk e di, Gen Z-ja jo, nuk e di. E pra, se është pak s'ka si ta di, po e kam dhënë dhe në Top Channel dhe ka qenë një eksperiencë më e bukur. Si ishte, si u gjende aty, ma trego pak. Se atëherë nuk ka qenë ishte ëndër më ëndër, kur e tregoj tash tim duket ëndër komplet, domethënë. Ishte unë bëja Top Selectin atko. Okej. Edhe ishte një grup fantastik që i përqafoj fort edhe i përshëndes të gjithë, që nga Arbana, Joy, Eno, ka qenë DJ Vini dhe DJ Andi, ishte grupi, po, bazë. Dhe në një moment, imagjino, të flasim për një të ri 23-24 vjeç, domethënë me interesa komplet të ndryshme për jetën, për muzikën, sa kisha filluar dhe studimet për gazetari, po nuk është se isha shumë brenda akoma procesit gazetarisë. Dhe në atë kohë Topi ishte në kulmin e tij, patjetër në kuptimin e një shpërthim absolut të shikueshmërisë që shikohet dhe dëgjohet kudo. Dhe lajmet kishin nisur shumë mirë, patjetër me audiencë të konsiderueshme. Lajmet atëherë ishin siç është Big Brother sot. Po, ishte Andi Betja, eksakt drejtor. Nëse edhe një nga figurat kryesore të dhënies së lajmeve ishte edhe Enkel Demi, i cili për arsye të caktuara të kohës vendos të largohet. Okej. Dhe drejtuesit e Top Channelit në atë kohë përfshirë edhe të ndjerin Tanin, të cilin ka një kontribut të jashtëzakonshëm edhe për fatin tim në media. Tha pse nuk i bëjmë një provë drinit, tha, tek lajmet. Për lajme. Dhe ka qenë Fatmir Minga në atë kohë, skenograf dhe kostumograf, që tha, okay, tha, ti gjemi kostum, tha, s'kisha as kostum. Dhe më gjeni kostum, se ku gjet një kostum, nga garderoba patjetër, u gjet një kostum, u vesha unë me kravatë, shumë, dhe kam duhet kem një foto të vjetër. Dhe ka qenë regjia, ka qenë ka të dytë, dhe ka pjesa e piramidës, ka qenë një regjin ka dytë, dhe ne nga studio i lajmeve, e kam si tani në portretin e atyre që të regjia në mendje. Dhe unë lexova një tekst, nuk e di, të shkurtër. Mos mi ik mikrofonit. Po, lexova një tekst të shkurtër, më fal. Lexova një tekst kemi mësuar me radio në re. Kemi harruar të flasim me radio. Historinë që është interesante. Dhe lexova një tekst të shkurtër, i cili kishte të bënte me një ngjarje që kishte ndodhur dhe hika. Dhe thash, më ka të njëri që kanë thënë, kur më thonë aty brenda që më ishte edhe Tani aty, dhe ky ngjan si speaker gjerman komplet. Edhe aty pastaj ai afirmimi i dhënë nga Tani mori gjithë rrugën e gjërave që hajde të japim një mundësi të fillojmë të lajmet e tjera, dhe ishte një rrugtim fantastik. Ti ke dhënë lajmet me të gjithë do kishin ndërruar në jetë të kishin këtë nisje. Do ishte nisje fantastike, unë pata, domethënë realisht merri kaq natyrshëm dhe imagjino që Topi shiheshin në mënyrë kaq të frikshme sa ti në Top Selectin bënim dhe dilin në rrugë dhe shikonin gjithë kështu, domethënë se nuk ishte edhe pa perceptueshme atëherë që njerëz imagjino tani aq i ri te lajmet, e kupton se si ti mësohesh që aq i ri, prandaj ky procesi me, po themi, famën shpeshherë ka ardhur kaq gradualisht apo kaq natyrshëm, edhe janë përpjekur që ta ruaj bukur këtë gjë, sepse modestisht jam ngopur bukur që në fillim me këtë gjë, e kupton, edhe ka nisur bukur këtë proces. Ka një lloj, duket se